shëndetësia ishte si sot, sepse diagnostikimi nuk ishte shumë i saktë para 20 vjetësh, sa është edhe sot. Sot përdoren sisteme robotike kirurgjikale, të cilët bëjnë operacione shumë precize. Kemi aparatura diagnostike të cilët mund të kapin në kohë të hershme sëmundjen më të rëndë të shekullit, që themi globale, që është kanceri. Diagnostikimet laboratorike janë më të sakta, kështu që sot jetojmë në një shëndetësi me kualitet më të mirë, me një shëndetësi që redukton kohën e rehabilitimit apo të trajtimit dhe me një shëndetësi më të saktë se sa para 20 vjetësh. Për shembull, para 20 vjetësh apo 15 vjetësh, më fal që të ndërpreva Klea, nuk ka pas sisteme robotike kirurgjikale precize për ekstraktimin e një mase tumorale, për shembull. Sot ke robotin më të famshëm kirurgjikal, që është Da Vinci Robotic System, që bën kirurgji precize dhe pacienti hyn sot në kirurgji dhe mund të dali po sot ose nesër. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.